Pazari i vjetër i Korçës ka bërë bashkë një sër artizanë shkoçar, secili i veçantë në llojin e tij. Disa prej tyre gdhëndin gurin, disa bëjnë punime artizanale në grep, disa qëndisma e disa të tjerë kanë ardhur më vete baltën. Personazhi që ne vendosëm të sjellim për ju në këtë reportazh është një 65 vjeçare, një pensioniste e cila me plot gojë mund të quhet artiste, plot energji e pasion, edhe pse në moshë të thyer. Ajo është Aleksandra Gjinko dhe në zonën e pazarit ka hapur një dyqan të vogël ku nxjerr në pa artin e saj të qëndismave, që në momentin e parë që shohim punimet e saj, bëhemi tepër kurioz për t'i parë ato nga afër dhe Aleksandra na priti me shumë kënaqësi për të na treguar këtë talent që ajo zotëron. Mikpritja e qengrot e saj bëri që na priste në shtëpi, atje ku na tregoi me shumë dëshirë zanatin e veçantë. Unë kam shumë vite, se ne i kemi mësuar që të vogla, na kanë mësuar prindrit, që të vegjël, edhe kam shumë vite që punoj, por më tepër është ushtruar tash kohët e fundit, sidomos këto online që bëjnë, jo shitjet online, jo këto, na kanë mësuar, domethënë, për të vazhduar punën me një llaf. Unë në fakt që e vogle kam ushtruar shumë, pastaj kur u martuam domosdo që në tëra familjet, po thuaj se ishte traditi që të punonje të ashtu dhe fëmijët me këto i kemi mbajtur. Ndër vite, 65 vjeçarja nuk ka hequr dorë nga të punuarit në qëndisma, me thurje me grep, kanavaçe, thurje së çantave, qilimave e shumë të tjera, me aq pasion si ditën e parë, edhe pse nuk e mban mend, sa shumë vite kanë kaluar nga ky zanat. Aleksandra ende është e lidhur ngushtë me të bukurën dhe pasionin e rrallë për një femër. Punimet e saj janë të shumëllojshme dhe me tematika të ndryshme që preferohen aq shumë. Unë jam në pension, tash jam 67 vjet, por për të punuar nuk mundem të ri pa punë. E kam të çlodhje punën. Vetëm me punë, domethënë jam mësuar me këtë lloj. Duke ndenjur mësoj bile tash kohët e fundit, po flas këtu e 6 vjet, 7 vjet, kam mësuar dhe punimin makrame, që është kjo, punim makrame, përveç grepit, që kanë qenë, grepi ka qenë gjë tradicionale në neve, e punuar fëmijët 10 vjet, 12 vjet, ne duhet ta kishim mësuar grepin. Dhe shtizat, qëndisjet, këto janë të tëra, domethënë që ne i kemi bërë. Tash pasioni që kam pasur, domethënë po pash një diçka se këto, domethënë rrjetet sociale, tash këto jo YouTuberat, jo këto na kanë mësuar që të mësoj ashtu. Dhe duke parë këtë lloj punimi, unë u dashurova me këtë punë, se është një gjë vërtet shumë e këndshme. Interesi korçarëve apo dhe vizitorëve është i lartë për punimet e zonjës, por me shumë keqardhje, ajo tregon se mundësitë për të bler punimet janë drejtëronjes nga të ardhurat e pakta që kanë qytetarët, ndonë se krijoi një shoqat ku bëri bashkë të gjitha gratë artizane, sërish duket se ka një ngërç për të vijuar punën e lirë. Këtu në Shqipëri nuk është fitimi që duam, më kupton? Se gjithmonë njerëzit është mirëqenia, jo se mund të kenë, domethënë se ka plot veta që nuk e vlerësojnë si punë, më kupton? Por dëshirën e kanë. Dhe të hynën atë, domethënë që jo kaq po kaq këtu, kurse jashtë vlerësohet ndryshe. Puna është këtu që neve i kemi gjetur vetë klientët, nuk na kanë ndihmuar asnjëri. Njëherë vetëm na ka dhënë Ministria e Kulturës një dyqan një 4 muaj, që ishim në pazar, vetëm kjo ishte ndihma. Unë kam qenë vetë në fillim fare, kam punuar, po flas këtu e mbi 15 vjet, po, kam punuar me një italiane, punonja veshje, dhe kisha 80 gra që punonin. Por
mbarovi si punë. Ashtu ishin disa gjëra që nuk na funksionuan, punova goxha vjet dhe pastaj fillovi detyrimisht unë formova një si shoqat vetë dhe desha të vazhdonja tradita korçare, këtë do me thënë kisha si shoqat timen, dhe më vonë jam bashkuar me një bashkë, do me thënë me një shoqat tjetër. Është arti në duart e gruas. Me atë jemi tash i bashkë, do me thënë u bashkuam, se e pashë që dhe vetë nuk u arrinim dot atë që duheshe. Zonjat e moshuara janë ato që mbajnë gjallë tradicionalitetin e qytetit me punimet e shumëllojshme, ashtu si Aleksandra, e cila mban në dyqanin e saj një sër punimesh, si çanta të bukura dore dhe krau, qilima të mëdhenj të vegjël për të arreduar shtëpit, punime me grep që mund të varen në mur dhe që mund t'i personalizoj sipas dëshirës së klientëve e shumë të tjera. Aleksandra na tregon edhe punimin me të cilin është angazhuar këto ditë, duke treguar karakteristikat e këtij punimi, po ashtu vizitorët zënë një pjesë të madhe të porosive online, por edhe duke vizituar dyqanin. Ajo është pema e jetës. Pema e jetës e kam thjesht një porosi, se kam mbaruar, ja, do me thënë isha duke punuar me një llaf, dhe këto janë dekore, do me thënë për të varur në mur, për ashtu. Pema e jetës juve e dini që është, do me thënë, është një simbol që vazhdimësi e jetës. Përsa i përket të rinjve, të ralla janë vajzat që kanë interes për të mësuar këtë lloj zanati, por thirrja e artizanes për të rejat korçare nuk ka munguar. Këtu në Shqipëri nuk është fitimi që duam, më kupton? Se gjithmonë njerëzit është mirëqenia, jo se mund të kenë, do me thënë, se ka plot veta që nuk e vlerësojnë si punë, më kupton? Por dëshirën e kanë. Dhe të hynë në atë, do me thënë që jo kaq po kaq këtu, kurse jashtë vlerësohet ndryshe. Jashtë vlerësohet ndryshe. Puna është këtu që neve i kemi gjetur vetë klientët, nuk na kanë ndihmuar asnjëri. Njerë vetëm na ka dhënë Ministria e Kulturës një dyqan një 4 muaj, që ishim në pazar, vetëm kjo ishte ndihma. Unë kam qenë vetë në fillim fare, kam punuar, po flas këtu e mbi 15 vjet, po, kam punuar me një italiane, punonja veshje, dhe kisha 80 gra që punonin. Por mbarovi si punë, ashtu ishin disa gjëra që nuk na funksionuan, punova goxha vjet, dhe pastaj fillovi detyrimisht unë formova një si shoqat vetë dhe desha të vazhdonja tradita korçare, këtë do me thënë kisha si shoqat timen, dhe më vonë jam bashkuar me një bashkë, do me thënë me një shoqat tjetër. Është arti në duart e gruas. Me atë jemi tash i bashkë, do me thënë u bashkuam, se e pashë që dhe vetë nuk u arrinim dot atë që duheshe. Aleksandra mbetet një nga personazhet e dashur në Korçë, por edhe më gjerë.